Dështimi i mëlçisë është një gjendje e rëndë shëndetësore ku mëlçia humbet aftësinë për të kryer funksionet e saj jetike, siç janë filtrimi i toksinave, prodhimi i proteinave dhe ndihma në tretjen e ushqimit. Ky proces ndodh në dy mënyra kryesore, akute ose kronike. Ja se si zhvillohet secila prej tyre. Dështimi kronik i mëlçisë. Ky është lloji më i shpeshtë dhe ndodh përmes disa fazave të njëpasnjëshme që zgjasin me vite. Faza e parë, inflamacioni ose hepatiti. Në fazat e hershme, mëlçia infektohet dhe inflamohet për shkak të faktorëve si alkooli, viruset, lipidet, mëlçia e dhjamosur apo sëmundjet autoimune. Mëlçia përpiqet të kurojë veten, por nëse shkaktari vazhdon, inflamacioni bëhet i përhershëm. Faza e dytë, fibroza, formimi i indit cikatrizues. Inflamacioni i vazhdueshëm fillon të zëvendësojë indin e shëndetshëm të mëlçisë me inde cikatrizues, fibrozë. Në këtë fazë, mëlçia ende mund të funksionojë relativisht mirë, sepse pjesët e mbetura të shëndetshme punojnë më shumë. Faza e tretë, ciroza. Kjo është faza e fundit e fibrozës. Indi cikatrizues bllokon qarkullimin normal të gjakut përmes mëlçisë dhe bën që ajo të tkuret e të ngurtësohet. Mëlçia e ka pothuajse të pamundur të kryej punën e saj. Dhe faza e katërt, dështimi i mëlçisë. Kur ciroza dëmton aq shumë mëlçinë sa ajo nuk arrin më të funksionojë fare për të mbajtur trupin në jetë, pacienti hyn në dështimin e plotë të mëlçisë. Dështimi akut i mëlçisë, e cili ndodh edhe brenda pak ditësh. Ky lloj papritur ndodh tek njerëzit që nuk kanë pasur kur probleme të mëparshme me mëlçinë dhe mund të jetë kërcënues për jetën brenda pak orësh ose ditësh. Ndodh kur ka një mbidozë masive të paracetamolit, acetaminofenit ose helmeve të tjera. Reakcione të rënda nga disa medikamente apo produkte ushqimore dhe infekcione të rënda të shpeshta virale si hepatiti A, B ose E. Çfarë ndodh në nivel qelizor biokimik? Kur qelizat e mëlçisë, hepatocitet, dëmtohen ose vdesin në masë, ndodhin këto ndryshime kryesore në trup. Lirimi i enzimave të mëlçisë. Kur qelizat shkatrojnë, ato plasin dhe lëshojnë në gjak enzimat që ndodheshin brenda tyre. Kjo është arsyeja pse në analizat e gjakut shihet një rritje menjëhershme dhe e lartë e ALT, alanin aminotransferase, dhe AST, aspartate aminotransferase. Grumbullimi i toksinave, verdhëza dhe encefalopatia. Mëlçia nuk mund të filtrojë më bilurbinën duke bërë që lëkura dhe sytë të marrin ngjyrë të verdhë. Gjithashtu amoniaku, një toksinë e rrezikshme, grumbullohet në gjak dhe shkon në tru duke shkaktuar konfuzion mendor ose koma, encefalopati hepatike. Humbja e mpikses së gjakut. Mëlçia prodhon proteinat që ndihmojnë gjakun të mpikset. Pa to pacienti filloi të ketë gjakderdhje të menjëhershme shumë të lehtë. Grumbullimi i lëngjeve, asfiti. Për shkak të bllokimit të gjakut në mëlçi dhe rënies së proteinave albuminës, lëngjet fillojnë të grumbullohen masivisht në zonën e barkut.